është e vërtet që është një nga vendimet më vonë se sa disa praktika tjera fetare që ne i bojmë. Do thotë, unë nuk e njoh askan që nuk është falur, nuk ka besuar dhe për një herë në mëngjes ka vendos me shamin. Do thotë, ka aty një proces maturiteti goxha të gjatë, ku mblidhet shumë njohuri, ka besim, e ka një si të them, një rizbulem të lidhjes së vet me Zotin e vet, një definim do koha e punë dhe njeriu e përjeton. Dhe kjo është shumë individuale, është jashtëzakonisht personale kjo gjë. Unë besoj pavarësisht që të trija mbajmë shami, asnjëra se kemi përjetuar njësoj. I ka pasur se cila ka veçantit e veta dhe ne s'mund ta japim tash një model për asken. Po në momente kur, si të them, përfundon ai proces maturiteti dhe kjo është zgjedhje personale, është zgjedhje vullnetit tënd dhe është një vetvendosje që ti thua unë e bërë shamin për hir të besimit tim dhe për hir të Zotit tim dhe asgjë tjetër më nuk ka rëndësi. Kur e ndjeve këtë moment? Momenti kur ti e ndjen ti e vendos shamin dhe nuk mundesh me pa të. Dhe mirë po, një gjë tjetër pas kësaj, që ndoshta ndonjëherë edhe kemi mundur edhe ne personalisht të bëjmë gabime, është që kemi menduar që atë çfarë unë ndjej për shamin time, ti duhet ta mirëkuptosh, edhe ti duhet ta ndjesh, por ti ja që nuk e ke ndjer, nuk e ke kuptuar. Dhe këtu pastaj besoj që është dashur dhe na është dashur të gjithave të bëjmë shumë komunikim, shumë dialog, për t'u shpjeguar njerëzve edhe nëse kemi pasur aftësitë më të mira të artikulimit, ne nuk arrinim dot të qitnim ndjenjat tona, si themi, në tavolinë që njerëzit i kuptojnë. Dhe kemi ardhur deri në shkollë kur njerëzve u kam thënë, shikoni, ju mund mos ju pëlqej shamia. Në rregull është, sepse në fund fare shamia është e imja, ndërsa unë jam e juja, e gjithve. Kjo është një vendimarrje vertikale mes meje dhe Zotit tim, por ama duhet ta respektosh. Për ta respektuar e ke detyrim. Ka shumë gjëra që as neve s'na pëlqejnë tek të tjerët, por nuk është punë ndjenje, a më pëlqen mua apo jo, që ty pastaj çfarë? Të rrezikoj shkollimi, punësimi, dalja sigurt në rrugë, mos harrojmë. Për te relaksi që ka sot, po mendoj shoqëria jonë në kuptim të pranimit të ndryshimeve, para lufte dhe pas lufte vajzat janë sulmuar fizikisht në rrugë, sepse ka qenë një vajzë me shami ku të tjerët i kanë bërë ftesë, një terroriste ose një Bin Laden, ose ne nuk i harrojmë ato gjëra dhe i kemi dokumentuar, jo për hakmarrje, por vetëm për treguar në fakt që disa rrugtime të disa njerëzve për zgjedhjet e tyre të lira nuk kanë qenë asnjëherë të lehta dhe se këto janë heroizma në natyrën e vet. Por askush, dhe gëzohem që asnjëra nuk është ndaluar në këtë pikë, ta festoj që atë heroizëm personal dhe thot kaq. Por çfarë kanë bërë? Ka vazhduar punën, shkollimin, kontributin në shoqëri dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pse paragjykojnë shamin? Unë mendoj që në Kosovë ka paragjykimi për çdo profesion. Edhe kur i shohin gratë, po në media, në televizion, ato nuk thonë se don atë punë apo kanë talent për atë punë, po thotë blihet, shitet, apo ti je në politikë për të holla, për biznes, askush nuk beson në një ndershmëri, në një ndjenjë të pastër, në një përkushtim që dikush e bën një punë për hir të vetes vet, në radhë të parë dhe pastaj të tjerëve. Kështu që kur të shohin me shami të paragjykojnë se ti nuk e bën shami bashkë për fe. Nuk është kjo bashkë për Zotin tanë, se Zoti ka tjera kalkulime, thuaj se din ata këto gjë. Do thotë gjithmonë ka aty një pikpyetje e cila lidhet pastaj me probleme më të mëdha sociale që i kemi. Marsimin me sundimin e ligjit, po ashtu, sepse njerëzit ke pas një kujdestar klase që ka paragjykuar shami dhe ka ndjer veten të lirë të nxjerrë nxënësën nga klasa. A kupton deri ku ka shku puna anarkist në Kosovë? Kjo do një riedukim, por mbi gjitha do një sundim ligje dhe do në kështu të hecim si shoqëri për para, për t'i pranuar gjërat, jo për shkak të vullnetit tonë të lira, para pëlqimeve tua, po sepse duhet ta dush shtetin, të respektosh ligjet e tua
dhe pastaj të nxjerrësh të mirën nga secili. Po, dhe e bëra këtë pyetje sepse ndonjëherë është kjo përshtypja dhe është ky diskutimi që njerëzit kur janë në momente të caktuara, të vështira në jetën e tyre, sikur zgjedhjen e fundit në fakt e shohin tek feja dhe më pas vijnë hapa të tjerë. Pra, e ka një lloj prapavie kjo pyetje për debatin. Kështu që në këtë pikë, një përgjigje edhe për atë se si ju ndjeni karshi mbulesës edhe emocionale është edhe gjitha ndryshimet që i keni përjetuar, secila në mënyrën e vet. U tha kjo disa herë dhe e kuptojmë që secila i ka përjetimet e veta. Po. Në fakt, kur unë e kom qitë Shamin, e kom pas një po bukur gjatë, kur jam merë shumë me leximin, nuk kom dash me ndëgju çka flitet në për media, çka flitet në për komente, çka thot ajo se ai tjetri. Gjatë kohës, dhe më thonë, masi që e pata përfundu masterin gjatë rritjes të fëmijëve, sepse jo merë personalisht 8 vite vetëm e ta, kom lexu shumë edhe aty e kom një nevojen, e kom një udhëzimin tam që është një diçka që mu thjesht o mungon. Kjo ndjenja pse ty të vjen, dhe më thonë, për me qitë Shamin është shumë interesant, edhe shumë shpesh nuk arri as vetes tame me ja shpjegu, po lere ma dikuj tjetër. Është një diçka që ti e nin aq thellë edhe kapesh edhe lidhesh për atë obligim fetar i cili na u kanë vesh neve femnave, sa që besom nuk ka ndjenjë më të fortë në jetën teme që kom marrë për shembull ndaj vendim ose kom marrë për shembull ndaj zgjedhje diçka tjetër më të mirë se sa këto. Është ajo bindja që ti ju ke afru më shumë Zotit, është ajo ndjenja që ti respekton dëshirën e tij, edhe është ajo zgjedhja jote që ti pavarësisht kësaj botës ku i folëm gjitha paragjykimet edhe gjitha vështirësitë, ndoshta jenë një pikë shprese për dikon tjetër ose për fëmijën tonë ose për familjen tonë. Thjesht kjo është shumë e thjesht, po shumë se e theme që nuk mundesh me përshkru se s'ka ke ndjen atë moment kur ke vendosur. Në më thonë, burri tam ja pata bua një pyetje kur ka shku unë haq herën e parë, i kom thonë shpjegom abdin ndjenjen qysh është. Edhe ai folke, është kështu, është tepër mirë, është anej kënej, po kur kom shku vetë herën e parë unë numre, edhe kur unë pyet ke dikush tjetër thash vau, thash sa vështirë pas ka paske për më shpjegu mu, domethënë është kaq thellë e lidhur ndjenja jote me bindjen që ti e ke marrë dhe e ke përtheku për me arrit për m'ia shpjegu dikujt tjetër. Ka shumë emocione, ka shumë dhimbje, ka shumë dashni mbrana, ka shumë përgjegjësi mbrana, kështu që është një diçka që për një më shumë e du.